Një operacion i gjerë i Spakut në bashkëpunim me antimafjen e Barit dhe mbështetjen e Eurojust i zhvilluar në orët e para të mëngjesit të kësaj të marte ka goditur një grup kriminal për pastrim parash dhe aktivitet të organizuar kriminal me shtrirje në Shqipëri dhe në Itali. Sipas raportimeve, në total janë lëshuar 15 masa sigurie. Hetimet kanë nxjerrë në pa një rrjet të dyshuar kriminal që operonte kryesisht në Itali, ndërsa një pjesë e aktivitetit të pastrimit të parave dyshohet se zhvillohej në Shqipëri. Në qendër të dosjes ndodhet shtetasi Igli Kamberi, i konsideruar nga hetuesit si drejtuesi i grupit. Ai rezulton i shpallur në kërkim nga drejtësia italiane për përfshirjen në vrasjen e 26 vjeçarit italian Francesco Di Viesti. Sipas hetimeve italiane, vrasja e të riut çoi në zbulimin e aktivitetit të grupit kriminal dhe lidhjeve të tij me pastrimin e parave. Në këtë kuadër, autoritetet shqiptare po hetojnë edhe rolin e Ergjys Kastratit, i njohur me Nofkën Bishnja, i cili dyshohet se merrej me qarkullimin dhe legalizimin e parave të grupit në Shqipëri. Një nga episodet që lidhet me këtë dosje është edhe sekuestrimi i rreth 700.000 eurove në pikën kufitare të Moriçanit një vit më parë. Fillimisht çështja u hetua nga prokuroria e Shkodrës, por më pas dosja ju referua Spakut pasi dyshohej se parat kishin lidhje me aktivitetin e grupit kriminal.